edhe të kujtohet në brezë si një kontributor në fushën e arsimit dhe të kulturës në këtë zonë shumë të rëndësishme. Ju falenderis dhe fjalën do t'japim sekretarit të akademisë. Duket se kemi emër të madh akademi, nuk kemi në shtupor. Na imponun kemi 65 titull të lartë shkencor, profesor, doktor, akademik, bashkëpunëtor. Kemi mbi 500 sa poet. Kemi mbi 900 bashkëpunëtor. Ne botojmë revistën Mirdita, është numri 30, 31 i kemi shtyp, dhe këtu kush do ta marrë do të gjejë edhe se çfarë kemi bërë ne deri më tani. Ju falenderit që më dëgjuat edhe fola shumë gjatë. Fjalën e Them drejtën, Kina në është bërë si shtëpia jonë, por edhe pse ndodhemi mes një pjesë të madhe të njohurish përse i kemi emocionet tona. Dje u ndodhëm një ceremoni mjaft emocionuese në Tiranë. Dham titullin e lartë Dresnove Gjoka për Vezire Gjeraku, e lindur në Prishtinë 1922, mbaruar në Elbasan. Normalen, kthyer në Prishtinë në 41 për të mësim në shkollën Hasan Prishtina, dhe në 47 i kthehet Tiranës pasi nuk i bëjnë pasaportën shqiptare këtu dhe mbetet në Tiranë. Ndërsa jo rastisht sot vim për një Mirditas i cili bën një anë të kundër të kësaj lëvizje, por një qëllim të vetëm, përpjekje titanike për të zhvilluar brezat, për të dhënë shkollën dhe arsimimin në kushte nga më të ndryshme në dy anë e kombit përbashkët. Në këtë kontekst, ne përveç të tjerash kemi akorduar çmimin Dresnove Gjoka, jo thjesht se në është tepur si shoqar. Kjo ka ardhur pas një sër gjyqjesh në gjykatën e Tiranës, derisa kemi marrë të gjithë të drejtat e dhënies vjetrin. Unë lexoj vendimin e Akademisë së Artit, Shkencës dhe Letrave Mirdita, i cili jep çmimin Dresnove Gjoka, zotit Tom Milici, për kontribute kombëtare në krijimin e kushteve shtëpi-shkollë, për shkollimin e fëmijëve shqiptar në kushte të vështira në pushtimin dhe sulmimin serb. Sekretari Aleksandër Ndoja, kryetari Pjetër Marku. Unë po e prish rendin dhe do ta lutja kryetarin e komunës të marrë përsipër dorëzimin e këtij titulli në emër të Akademisë për familjen Milici. Shoqata Mirdita, për këtë nderë që më keni bërë mua personalisht, prindit tem, i cili sot fikson jetën e pasosur, gjithë rrethit, gjithë fiqit, gjithë familjes, ju falenderoj shumë. Kjo është një nderë i veçantë. Për gjithçka nuk mundet mu bë nderë të veçanta kështu. Edhe këta nuk do të harrojnë sa kem gjallë. Ju falenderoj shumë për respektin, jo vetëm për mua, por edhe për gjithë rrethin tonë që e keni bërë në këtë rast. Ju falenderoj shumë. Jeni të mirë se ardhën gjithë. Në vetë si shpire juj. Bashkë me neve, nuk lejmë asnjëherë pa marrë me vete edhe një njeri që jo jemi. Nuk e di ka në ka humbur do të dresaj, por do da shtatysh një nga miqtë e tanë, më të hershëm, të ardhën në Mirdit. Kryetari i Akademisë, bashkë me ekipin që së në ndërën e një dhe familjen, Milici,
vërtet është nasia dhe për ne tjere që jemi që shëta të dhe jo edhe në panë edhe në meritën e vogël. Unë për du një falendru nga zemën, nga shpirti, edhe zyrtarisht, edhe institucionalisht, po dhe sepse na jemi njerëz edhe unë hormonën edhe s'na mundën, po në qëmimi ju që ju keni ndarë, unë po ja vjap një përvojtimin se kam do me Pjetrit ditën kur ka ftu, unë e kam thonë Pjetrit, shumë shtëpi, shumë familje në komunën e Klinës, kanë dëshirë me pas ka një turnë në shpit vetë. Edhe unë kom pas shef, edhe shumë tjerë kanë qef, me pas një turnë, po gjarë kushti e morë i turnë, po në të dimi se edhe ta shikimtarët i këtë vitë. Gjithë ata që kanë kalu një minutë, një orë, një vetë, edhe vite, sa ma shumë në turmën, gjithë mund kanë zirë mira për i turmës, gjithë mund kanë fitu për i turmës. Unë jam zakonisht mirë që kam mujtë me mërinë, sot do pak në gurë për ju, kështu po qasë kemi punu me turmën, ke morë gjithë mund, edhe guzim, ke morë, edhe shkelqimet të tjera, sepse e ka të zumë teorinë, edhe të shkencës, edhe të filozofisë, nëse dikur është tonë që pamja ftyres, pamja jashtë me reflektën edhe pamja shpirtruar, emocionale, të brendshme, të turma s'ka ekzistu kjo. Pavarësisht vujtjeve, sfidave që ai ka pas edhe i ka përjetu, tek shok, tek miq, tek familjar, tek gjithë të tjerë ka rrezatu, edhe optimizëm ka rrezatu, edhe fjalë të mira, edhe ka qenë njeri që të tjerë nuk ka shpirë ato që e ka pas në shpirë, po i ka dhonë kuraje, i ka dhonë guxim, i ka dhonë shpresë për një ditë më të mirë, dhe në këtë drejtim ka qenë një familjar i mirë, ka qenë një punëtor i mirë, ka qenë një bundhanc i mirë, ka qenë edhe një patriot i bazavendësueshëm. Prandaj po besoj se ky çmimi juaj ka shumë bashkë mendjen e duhur, edhe po shpresoj që edhe familja ka me ru me krenarie, me respektin më të madh. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar. Profesori Prajk, nëse mund është dy fjallë rast. Faleminderit. Unë s'po dritëm heq. Yes. S'pari ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur. Veçanti, vëcën Pjetër, në Aleksandrin, qitë nga Shqipëria, kemi qenë shumë afër fizikisht, por shumë largë me një perë trekur të ndarë me vitët të tana, mirë po s'ka mujt aja perë dhe më na i shry vullnetin, dëshirën, dashurin, ndaj vendit, ndaj njerëzve, në të cilët tash jem shumë afër. Është një respekt dhe një ndërim, po mendoj një mirënjohje që i jepet një personaliteti i cili vërtet i ka pas të gjitha ato virtyte për të cilat sot na krenohemi edhe nderojmë gjithherë duke u të kështu. Veçanti është mirënjohje edhe për ne, përshëndetje edhe për ne, prandaj po përshëndet që të vazhdoni, edhe ma të tjetë kemë filluar do vite ma para bashkëpunimin, kontaktet, edhe këto kontakte, këto bashkëpunime, këto misi, mos të largohen. Të afrohen, t'jep shumë afër, t'jep në të mirën e këtij vendi, është situatë pak e vështirë në aspektin psikologjik, po kjo s'ka mujt më në ndalu. Unë po përfundoj duke përshëndetur, mirë se ardhi, duke dëshiruar, edhe të vazhdojmë bashkëpunimin, vëllëzërimin, dashurinë në zveti. Faleminderit. Përshëndetje, është kënaqësi e madhe që jemi këtu tek
njerëzitar. Në këtë rast, unë ndihim krenar që familja Milici ka një status të respektuar shoqëror, sepse në këtë ceremoni na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre 3 drejtues të rëndësishëm të këtij komuniteti. Kryetari dhe nënkryetari i komunës dhe ish kryetari i komunës. Kjo do të thotë se milicët e Gjugjës së Fanit, si atje edhe këtu, e kanë rujt me fanatizëm emrin e mirë që e kanë krijuar brez pas brezi. Milicët në Fan janë familje shumë e respektuar, por edhe milicët këtu në Klinë janë shumë të respektuar. Faleminderit shumë për këtë ceremoni të bukur. Përshëndet gjithë, përshëndetje veçanta për zotëri Pjetër Markun, bashkë me bashkëpunëtorët Aleksandrin, Nikola, ju të tjerët, jemi në këmbë. Të vim kështu të shtuar dhe që marrim pjesë dhe natyrisht se në këtë takim kemi edhe emocionet tona, emocionet të kaluara se përbashkët me këto Milicin, në dies pashtë, kemi qenë bashkëpunëtorë të tij dhe për një periudhë shumë të gjatë jem përpjek me dhënë një kontribut në shërbim të interesit kombëtar dhe në shërbim të mirës së përbashkët të qytetarëve tanë. Edhe në shërbim të shkollës shqipe, ashtu si e keni përcaktuar ju mirënjohjen, për çka ju jemi falënderues shumë se keni gjetë momentin që vërtet ti jep një mirënjohje një njeriu që vërtet e meriton. Na të gjithë jemi falënderues dhe shprehim respekt për jetën dhe veprën e Tom Milicit, se me të vërtetaj këtë jetës e tij ka qenë në shërbim të familjes, në shërbim të kombit, në shërbim të shkollës shqipe dhe aty ku ka pas nevojën ky popull dhe e ka pas nevojën atë. Jemi krenar në jetën e tij dhe natyrisht se është një mirënjohje që është shumë meritore. Në thonë të drejtën, tani kemi edhe emocionet veçanta se është takimi i parë në mungesën fizike të Tomës, që na mungon të gjithëve, jo vetëm familjes, po edhe ne bashkëpunëtorëve dhe shokëve të tij, po jemi krenar që kjo familje vazhdon traditën. Edhe vazhdon traditën e Tomës dhe traditën e të parëve të tyre dhe jemi krenar që e kanë organizu këtë pritje dhe jemi natë pranishëm të. Jemi të ndëruar të gjithë se marrim pjesë në këtë moment i cili ka peshë dhe rëndësi të veçantë. Edhe njerë falenderoj gjithëve dhe përshëndetje për gjithë dhe falenderoj edhe për Pjetër Milicit që na ka ftuar që falenderoj. Në qoftë se s'mune thosh me kanë, e thoje me fjalë. Të dashur pjesëmarrës, unë ndihem shumë emocionuar kur shoh kaq pjesëmarrje për vllajën tim për të Milicë. I falenderoj shkante Pjetër Marku, bashkë me Leksin, Nikolën, për falenderimin tjetër është edhe për praninë e kryetarit, nënkryetarit dhe doktorit dhe gjithë pjesëmarrësit. Unë nuk kam çaktoj që tha Pjetri ose bashkëpunëtori i tij i baston, vetëm mirënjohje për gjithë ju që kanë pjesë, por është një shprehje e bukur mirëdinë që thonë, a di spinoni po dish, morë të ka vdek, morë vdish të a ka lanë kanë mbrapa, ta që mirë shmërë të ditë se ka vdek. Pra që përse të umë jako kërën. Ja. Do të jemi tako. Shefi ekzekutivit përgjithësi, ishtë nxënësi jemi
pak e kom mësu, ato e pustinën, pak e kom mësu, ma shumë kam mësu këta më. Pjetër, dhe vazhë nga Shqipëria, është nderë dhe kanë si veçanë që jemi sëtë bashkë në familjën e mikut, shukut, kolegut tonë, që kemi produktu ditë më të roma, bashkë me shumë tjerë miqë që janë gjallë dhe që s'janë gjallë të trejnë. Na keni në rrugë shumë, ju, në beqë në rështë edhe djalli ti që hiq letë nuk ka me pas pa një babë çfarë ka qenë të milici. Ne kemi pas mik, e kemi pas pjesë familjes, kemi qenë mishru. Ma tepër se sa që tash njerëzit ku mujnë me qenë tolerant, me mujnë me qenë bashkë një njës. Anaj, presidenca ju mësët, është e jashtë zakonshme. Unë e për thëmë sinqerisht për shkak protokollit tim zyrtar, unë sot e kam boni përjashtim se takimet si kjo, për kondit përgjithësisë që kam nuk na lejohen, as nuk na preferohen. Por të pas parasysh, murin, e që ati burit cili sot, me në dash neve në rrugën e Drinit, mi stërhu një ushtar, ajo është për të rrave që mundet me i majt, me javë tonë në këtë trejë. Për në nusë të kësaj, unë e kom bo një përjashtim, që si në ndajt të shrinë siguristë Kosovës. Ju jëmë me njësë shumë juve, e familjes ti, miqve, dashamirëve, Zoti bekoft familjen e ti. Zoti bekoft tanë Kosovë e ju në Shqipëri. Faleminderit shumë. Ka të shkirë me morë në gjatë në zjerë, gjithë. Do da puna rrinë si më shef, pak që atje. Do da. Shpitame këtëm. Ka ma djetë. Ka ma djetë. Përshëndetje për gjithë. Shëndesh në pritje. Unë jam i ndërumë që jam në këtë metë. Me ka vazhë nga Shqipëria dhe që këto takojmë miqtë tonë, vazhët tonë, po ashtu, takojmë autoritetet e pushtetit lokal komunës, kryetarën e Asamblees Komunës Kinj, zotin Paligashe, luftari Gjeris, zotin Besim Hoti në kryetari komunës, në kuadër e ri, zotin Shpenter Deva që ka qenë në disa nomenklatura në pushtetit lokal, ashtë një nivel tjetër, dhe gjithë tjerë. Gjithë ata përshëndes edhe dajnë e të militit. Zotin Martin Gjidoda, familje militore po ashtu, të zakun e ti Nikolën, që disa e kanë qenë shtëpitime, kanë qenë për raste që Toma në atë kohë është kujdes për Martinin që do pas. Toma në njojmë si një politikan të rryrë dhe me përvojë, shumë i zhuar dhe shumë i shkath të këzimtarë. Por njojmë edhe si një bujk i mirë, një rekordmen i Lugët Drinit. Të nderit për atërën e për një rjarëshën gjithmonë. Vërim me për titullën. Edhe kam qenë bashkëpunëtor i tina deri në frymën e fundit, edhe kam dosh shumë. Gjithë këta dojtë e mi, thojnë, ti i kon njipit të milicit. Jam krenar, falenderoj Basen Pjetër Morë, se një 20 vite u ka qenë shpiteme, edhe Aleksandrin, Ren Kastriat, doktorin, nën kryetorin, doktorin, gjithë dhe falenderit se keni marrë kohë me arë për të në gjuhë. Tu mja thonë një shembull. Ish pak i lodhët me shnetë dhe thëtë, kull, merë në Pjetrit, edhe merë në kombi, edhe mos në fletur e ljopsa e më mashur në shkollë të fonit. Po i tha më dojë, a në lojnë me që thëtë, kam folur në atje s'keshin të ata, ishin shumë të lodhë, në e konë viti 99. Pas luft të firë, e moshën në Pjetrin,
një kom se këshin pru këta prej jashtëmi edhe shkojmë fanë. I drejtori shkollës, na prajtë mirë, i dojmë gjitha të fliturë e lopsa, edhe ata në zonë sa knosen, se vishin për i rrethit fonit, për i këmëgjunit për tu, edhe ku këtheva e thash dojtë, Zotit ta bofë se vopë, se ki bo shumë njerë të mollë, ma ta në zonë sa se ishin tonë fukarohë, nëse kam ditë se janë qesë ljohë. Ju falenderoj gjithve, e falenderoj dhe në tjetër se ka po këtë ceremoni, ju falenderoj ju nga Shqipëria se keni ardhë, edhe Zotit është përbleft edhe juve. Falenderoj gjithve. E mirë se Përshëndetje për vëllezërit tonë nga Shqipëria, sa të nderuar, përshëndet Zotin Pjetër Mor, kryetarin e Akademisë në Dic. I falenderoj shumë për këtë ceremoni familje Milici, të cilët e kanë organizuar dhe shajnë respekti për familjarët e tyre të Milicit. Të Milici ka qenë edhe familjarë ju. Unë i përkes një familje që dojtë e babgjyshit tim kanë qenë Milic. E respektoj shumë jeta dhe vepra të Milicit nuk përshkruhet me një tundim, të vërteta i ka po një jetë vështirë, po një jetë shumë krenare, se ka qenë një burr shumë i madh, ka qenë atletar, po dhe intelektual. Edhe pse nuk ka pas dhe përgatitje po dhe shkollore, toma pritit të para ka fillu organizimin dhe mobilizimin e popullatës për mja dalë në kry sëndimtare të madh e cili ishte duke na ngulfatur për të na dërguar nga Kosova. Toma pritit të para është lidhur me intelektual komunës Klinc, me të gjithë organizatorët e ushtrisë shëndetare të Kosovës dhe nga këtu janë nisë dhe iniciativë e mbrojtjes kombëtare të Kutrin dhe Magjerë. Ju falenderoj shumë që keni ardhur në nderu familjen Milici, ju falenderoj dhe familjen Milici që ka organizuar një turnim kaq të mirë, falenderoj kryetarin e Asamblesë Komunale dhe në kryetarin e komunës Besimvoti dhe gjithë pjesëmarrësit, si dhe bashkëpunëtorët e shumë të cilët kanë punuar me të Milicin, në radhë parë profesor Nusha Boni, i cili ka qenë dore djathtë e tina, shprehte ndeva, prek gjetën mos flasim, ku ka qenë edhe profesori i tij, edhe i gjithë neve, edhe një njeri që e gjithë intelektualët e Klinc e kanë pas mendjen dhe shqetësimin ka pyet, për arsye se ky kur ka vepruar, është ditë që është koha për me vepruar për të mirën e këtij populli. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit. Gjitha fjallë, por me ndaj që për të Milicin, në folë pjetë natë nuk mjafton. Në rëndë pare një përshëndes musafert nga Shqipëria, Pjetër Mor në bashkëpunëtor, dhe gjithë ju të praneshëm. Kam pas fatin, jo si gjithë, si pjesa me mëllë të këto, kam pas fatin që një kohë jo dhe të shport të rroktoj, në të rroktoj, po të ndëgjoj fjallë prej ma të mira për të Milicin, si dhe mos prej bashkëpunëtorëve që i ka këtër shumica që e të krynë bashkëpunëtorë të takërën të konës. Mundoha me zilë fjallë, njërë po i tha gjitha një fjallë që më takon me thonë, ju sët nuk e këni nderu vetëm të Milicin dhe familjen e tine, po sot këni nderu prej qytetarët e komunës Klinës. Ne mborëmi me veprat dhe jetën e të Milicin. Prandaj, kjo ditë vërtet është e shënuar jo vetëm për mua, por për gjithë neve, por nuk do ta harroj kur për shkak që fjalët, veprat, rrugtimin e të Milicit vërtet është vështirë ta gjejmë edhe në vendet, domethënë nga njerëzit që kanë pas vështirësi në trajtimin e tyre. Po unë personalisht kam pas rastin, për shembull në 2014 për herë të parë të ndëgjoj, ka qenë i pranishëm edhe akademiku kryetari i DKS, ish kryeministri i Kosovës së Samostata, në një turbin kam pas rastin të ndëgjoj një fjalim që se kam dëgjuar kur në jetën time nga të Milici. Nga ato
prej ati vendi, prej qytetit komunës Klinës, këmë ardhë këtun, në këtë konak, me shumicën prej këtyre bashkëpunëtorëve që jenë sot këtun, atër keshëm fushat dhe kemë ndi vetën, kemë marrë forcë si gjithë herë, nga këto milicën, nga familja ati dhe kemë vazhdu rrugtimin tonë politikë. Jam të tepër të ndashta fjallë që unë të thëmë për shkak që musë më karash aqë shumë me tomen, por t'jeni bindën se sot kemi bo një vepër të madhe, dhe të tjetë një datë shënuar për neve, sepse keni ndërru një figurë shumë të rëndësishme qytetit Klinës. Prandaj, keni ndërru gjithë qytetarët e Klinës. Faleminderit shumë edhe një herë për ju. Faleminderit për gjithë. Po, qenë se që duhet që flasën në kushtjesë, po lesha të të një gjë. Këtu, ne solën nuk patëm nuk ishim njëri se sa vetë nuk ishim, po do të ishte mirë të ishim për gjithë miqtë e shokët e Mirditasit e miqtë ardhur këtu këtë revistë. Nuk themi se bëjmë ne. Ne kemi bërë një revistë Mirdita për një arsye shumë të madhe. Mirdita është një të resistente, në çdo kohë, dhe ka ruajtur identitetin. Kështu e thotë edhe profesori që kanë përgjigje. Ne bëjmë një revistë Mirdita. Kjo revistë ka një monument të ballë. Me 26 prill të vitit 1911, e kisha e fanit kush ka qenë, janë mbledhur gjithë krerët e veriut nga Libra, Shkodra, Malësia, Gjakërësi, gjithë, dhe është ngritë flamuri shqiptar me 26 prill në faqë. Nikol Loka do të shpjegon të më mirë, por nuk për lem me spjegu, se për e them dy fjallon. I ardhur ishte Terenc Toqi, një arbresh, dhe aty është bërë një kuvendi madhë. Kuvendi Fani quhet. Ne nuk arritëm të bëjmë monumentin në Fanë, për cilin po mendojmë të nxisim të bëjmë, si një ngjarje shumë e rëndësishme. Atë ditë ishte bërë një organizim në Fanë, në gjitha pikët, nuk ishin ardhur të gjithë me kisha, por e runin të eveniment në çdo kodër, në çdo pikë, në çdo qafë, që të mos të vinin forcat turke, në cilat ishin në lurë. Dhe nga lura deri në Fanë, me kuaje me si kishin ata mund vinë shpejt. Është bërë kuvendi dhe është ngritur flamuri. Në çdo shtëpi kush ka pasar, në çdo qafë ku ka qenë, në çdo baji që ka pasar, janë shprasur armë të gjitha si një ngjarje shumë e madhe e zonës së Fanit. Natyrisht si një ngjarje e mbështetur nga gjithë veriu i Shqipërisë. Pastaj janë larguar prej aty me që forcat turke ishin nisur drejt Fanit, e kanë ikur në Kimës. Në Kimës, pra pjesë e Mirditës është, po ma tanë në Nevës, nga pjesa Gjegjën e kush ka qenë. Andej. Dhe atje është ngritur monumenti. Ky monument që janë gjithë të figura për të shpjeguar se kush janë edhe përse janë të figura. Edhe brenda gjendet e shpjeguar, po ne e thamë. Të keshim një njëri. Tash e dyta. Kush e ka penën të gatshme? Kush shkruaj? Qoftë edhe tregime odash. Është një gjendës bezhi, nuk e dija një kush. Por është dikur në Vjenë dhe e shkruan vazhdimisht në revistën Mirdita. Kush ka kujtime, kush ka shkrime, kush ka poezi, kush ka tregime, kush ka romane. Kjo revistë është e hapur për, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë shqiptarët të janë. Kjo revistë shkon në 25 shtetet të globit, ma shumë në Europë, deri në Amerikë, jo se kemi noi ashtu, po është si revistë e kërkuar me emrin Mirdita. Dhe kush nga ju ka për të shkruajtur, mjafton që ta marrë të revistë dhe ka adresën brenda, të na qojë ne ja botojmë. Natyrisht, shofim dhe kriteret tona me pak gjuhën, me ndrej shkurtim, me ndrej gjanë që nuk intereson, por revista nuk është e para herë që vim me këte, pasi para një në numrin 3 duke të revistës, 3 ose 4, ne kemi promovuar edhe në Klinë, pra numrin 3 dhe 4. Një ndër mbështetësit kryesor financiar të kësaj reviste
është do të bardhëzimi dhe do të ndrecaj për cilën na kanë mbështetur 2-3 votime. Pra, edhe për klinën, ne kemi bërë një revistë, ne jemi të gatshëm, kush ka për të shkruajtur, kush ka për të thënë, që nga më i madhi deri te më i vogli, ne e botojmë në revistën Militare. Ky redaktori asnjëherë nuk kundërshton, po vetëm po e shikoj cilësi. Ky redaktori është Aleksandr. Ne si duket i kemi marrë të 2 poste të rëndësishme, po kështu na ra puna me i tekshtë. Kështu që në këtë numër janë përmbajtja e 30 numrave të revistës. Do vërtet numrin që keni shpërndane, janë edhe 30 numra çfarë ka shkruar dhe kush ka shkruar. Kemi mbi 900 bashkëpunëtor, kemi mbi 170-180 piktor, studios, gazetarë që kërkojnë të botojnë në këtë revistë. E thash edhe këtë që u bë pak si edhe si kështu, po me rastin e Tom Milicit, e kësaj, do me thënë ne japim një mesazh. Prap do t'jemi këtu. Do me thënë, sa e fillu, dje e fillu me një mësuse të Kosovës, e tha sekretari, me një mësuse shumë të veçantë kryetar, atë i kanë kërkuar, duke qenë mësuse, i kanë kërkuar të marrë në shtetësinë serbe, dhe ajo nuk kanë pranuar, dhe e kanë marrë, e kanë përzën, e kanë zjerë mufi. Mufi e kanë përzën për shënoj. Do me thënë një mësuse e një sakrificës veçantë. E fillu me ata, e vazhdu me kolën, ne prap do t'jemi këtu, dhe jo pak raste për të vlerësuar ata njerëz që naturisht ju i njihni kanë vlerë. Pra, sa kemi filluar dhe kur fillon, është ka më e marrë. Edhe kur na vjen kryetari, ne dyfishohet forca. Kur na vjen me nën kryetarin, ushtarët janë shumë më të fortë, oficerët janë më të fortë. Edhe ju falenderit shumë, unë kam folë shumë, kam folë gjatë, edhe ju jefshat mirën, pa që gjithmonë shëndet të mirë në familje të ujet. Korona e ka mërë goditje të ju. është vetën që e kishë morë, me që të një morë.
Një trit jo fort e vogël është dhe vetë lugu I Drinit, është një zonë me cilin në krenohemi. Për faktin se unë vetë kam bindjen absolute që në luftën e Kosovës nëse lugu I Drinit nuk do t'ishte tregu nivelin e duhur dhe të mos kishte bëm mbartjen ose kalimin ose mbështetjen e armatimit nga Kuksi Gjakova për në Drenic, në zonat e luftës, sigur Luk Drina si mirë dita që lënë balë atë iniciativë të jashtëzakonshme. Sot do të kishim edhe ne vulën e turpit, jo vetëm si mirë ditas, por edhe gjithë lugu I Drinit. Ne jemi me shumë fakt që lugu I Drinit ishte me ato nivele të jashtëzakonshme, që nuk cedoi as pak luftën çlirimtare të Kosovës, dhe ka nxjerr herë tillë si Kolmir Dita, si emra të tjerë shquar që unë mund t'i marr me radhë. Gjithmonë më ka ngacmu, domethënë nuk menoj kur keq, po them si kur lugu I Drinit mos ishte nivelin që e kërkon të koha, që në fakt për fakt mirë ishte. Edhe mire ka Aleksi, unë e more pak më në përgjësi dhe tha shumë sa. Jo thash t'ju stegën se Medik e Bill Clintonin. Ja, për zotën unë atë e kam pështu. Por e mos t'ishtë e t'i shota në raketat kështu. E mërë për përgjësi. Këtu e kemi dhe komandantin në ushtrisë shqiptare. Fatil? Unë shumë në herë për ty. Ka qenë komandant, ndaj mirë po nuk ka tjetër shumë asnjëherë. Ka veti figurë veçantë, po ndaj japën popullin dhe vazhdon të betet të rëmatës një figurë e cila ndaj kalon gjurmët në ecjen e vetë në kuptimin pozitiv. Nuk ka qenë po në ndëgjumë. Po, ne jemi gati në gjëmë Të përbohet fërë që ju e kjo mund këtë. Jo. Po kemë që pak më punë ma të relaksum, po në më thonë të krytarë për du me të dëgjuna, ma unë që 20 vjetë do jetë të i folë. Ja, unë s'do me foli. Si që. Po marrë një dëshmit familjes, po marrë të tërkanë me shtavat e tjetën ka linë këmija I pore vlate. I modët, këmija I vogët të familje. Edhe për I lutrave dhe për I vlodët. Unë vetë isha 68, do të t'i kisha 10 vite. Nuk ka linë dojgja, por edhe asët me mpyt nuk e di që ka orë, por që ka rastisht, unë me jam uemë, vëllurë. Nuk kam pas në I silem, tash unë me thonë politike, kësia, patriotas, njëse ka pas, ishë nuk e di, pëse, për që është. E dytës të një pak e në orë të fikë ma shumë, ka linë dhe dyta saronde, po kredjen tash ato të martune, janë kanë fëmije, e dyta ko saronde, ka linë fëmija I tretë, djoli vla, të ko berat. Ka linë fëmija I por vojzi vla 2, e ko valbune. Shpërshoj pagat, I jemi I por I ka linë 19, e ko lavinet. Dhe me thënë, ka fillu ndroja, rekrutë në kushtore. Unë atër ka bador pak të loshë, so visa kësha kuj akademinë e politikë, kësha fillu pak unë, të një pëse emri, pëse kjo, ajo. Po du me thonë se nuk për të shka se fillon as me ne, as me brez durin, po ka fillu diko tjetër, e ne jem barcë, përsa so nga mujna me vazhdu, iniciativen, mundën, sakrificën, me rësit dërmi, edhe me kanë dërmi, po kjo publik ka unë. Në të dujtë të duhet për pjekja ti në konorë, ju me I vinë hak të tjerëve, po me mua hapën e veqë I ka ta punë. Unë kështu e ka bëndu, dhe atërë dhe sëpë dhe kështu edhe në gjërë. Edhe lufta fundet ka sen imponim, sepse nuk kemi luftu për të u ka të hula. Për që tonë që e kemi të kjo dhe mund kujtur në të shtatën tjera, por se kontemija kanë shkirë Shqipëri ka sen në të shtatën. Po kemi o fonda, kushe të mëne për armatim në njëta, dhe shkemi nga kushonta. Dikush I që I ke 30 kg, dikush 40, dikush I pakaj I qishëm. Ju pa njerëz dhe ka morë të findi, jetë njerëz. 300 vjetë I nishë, du në gjithë, 2 vjetë njërë, fillim,
me armatim. Po du me thonë se ishu përballë pushtetit, përballë i shtetit, që ata që kanë kryer shërbim ushtarak, i thonë që ka pjesë e shkollimit dhe arsimimit, kapacitetet ku i ka përdorur të unë për shembull në fizik, shtaturit, këtë prellat, këtë municionit tina kun i përëllimit të vitit 1968. Mërëve me prikujt. Na i bojshëm me shpinë për i Shqipërisë, ato që mundshme, na në dashme në Ballavasu. I kemi morë situasi si unikat, por na kanë kri edhe vjesë të tito. Mas mune me një nga si presidenti Rugova, sepse ka qenë një njeri që në shumë qashe bëtruar vendimorse, i pore që i ka e hapë gjyë. I pore që i ka fillu mësirat, i pore që i ka të jetërsu benzin ka shqip për shtetit Serbisë. Sepse Serbia dhe Jugoslavia ka qenë një shtet i respektuar jashtë. Po do është me tyja të barriera, këtë dhe më thonë se këtu në një territor, në një hapësirë, në një pjesë të asoj Jugoslavia, kështu shkelin drejta, kështu shkelin legitë, kështu buon pa drejtësi. Prandaj që s'ka orë se cili të hyj ka pak punën e vetë, edhe në të shtota, orë në të nisha, sepse edhe shumë njerëze ka njëherë me doshe se pa doshe harroj krytori gjithaj në këtë bashkëpunëtor të dinë që armatimet e pora në komunën e Klinës kanë hynë vitin 91. Nuk është s'ka që ka fillu atë në të shtotën, as pesen, as që po fillë sëtë, dhe të s'ka ka në vizë këtu, po ta shqyton për një herë nuk muna, është një shprije që dojnë nëse unë i qej 20 kg, ju i qej 30, ta i qej barabar, se më mosh një jërë të s'pëj bashkëm që të të një, vise s'po bëj hile, krejtë që të qej, ka unë e pëj qej. Për me rumullacion nga ka ndimu të gjithë, e të këtë rast të një, ajo populla po, në bonë të mahuka, që kanë shpenzu shumë për një, na ishëm bëmë aki pas patumen, na dhe për tonë që së jemi këtë që është shkoku kësur, pëse jemi nësë të të, është pjesë e panorme, dhe kësoj ka uze. Dikush me buke, dikush me veshë, dikush me ide, dikush me armë, kërkur në asë një vend, kur zhëllur luftime, kejtë popër nuk i verë armë me dalë një, dhe së ndurë. Dikush e merë armë, dikush buke, dikush veshë, dikush, se cili e jep kontributin për në fund është mirë që na kemi fitu ato që kemi janë e edhe me qenë bashkë në Shqipëri. Unë ka herë bidesh me të qoj dhe vendrusi. Ta që kanë harruva dhe ata nëse i shefi. Ato jo bashkimi e bashkimi. Unë nuk e di e bashkimi nuk komi, në më orë në lesh, ose më orë shëngjim në orë policia Kosovës, në Dënën. Në shëngjimit në orë policia Kosovës. Që shumë bashkim për nëshë. Ose unë nuk e kuptoj nëshë, sepse një patrullë e policisë në jure të nërë, në Shqipëri, dëllë, të arrestër, përshkele, ose të komunikacion, ose tokën dhe tjera, të më do se edhe tjera gradualisht, na jemi të bashkum, edhe realisht, edhe praktikisht. Unë në kohën e ati që përmeni Gëmbeni, kam po një shkrim shumë ashpër në Shtypin shqiptarë, thëshëm këshu. Pse tabela Milot Roshen Morin? Ti thëshëm, është bëtë në Shtypi, qëfar është Morina? Morina është një fshat në hapësirën në barë komtare. Pse mos ta bëjmë tabelën, Milot i kemi ndru në tabelat me forcët. Milot Roshen Kukës Prizren. Sepse duke thënë Morin ti, indirekt për liqë 1913, që ka vu kufirin aty. Morini është si ajë kodë roshenim ose gjugja këti, si ta thëmë, një fshat. Nëse ti tabelën e vend Roshen Kukës Prizren, jemi më regullë, janë ndru matras, e për të abonë në Shtypin, se kam që këshëm natyre urtë, po me po me kërku në Google, ca vide kam qenë shumë jegër në Shtypin. E ti më mirë gërë. I kam pas kritiku dhe i pesh bë njëherë ti në gazetë. Hajde këzorë gjithë pra. Hajde këzorë. Hajde këzorë.
nuk duhet për shpun, por me qenë se kemi rujt një sekret. Nuk e kemi mbajtur. Në sekret e kemi vetëm unë Aleksandri dhe morëm edhe një leje të dashit e Pjetër. Nuk duhem të prishim të turim ato vlera që thamë për to milici. Por me qenë se jemi këtu dhe nuk mund të bëjmë një takim tjetër, ja morëm lejen Pjetrit, thamë të shi. Dhe Kastriotët si në San Kodroka, akoma nuk vigjëm, ne kemi majtur edhe një sekret që kemi desh me zhvilluar një aktivitet pak mane. Cili është sekreti? Don Beni ka ardhur, nuk vigjëm se çfarë bëhet. Ne, dy fjali i thashe, prezentova kush është Don Beni, ju e një, është një biljuj, a i thërë daj dhe Kastriotët, thërë nga i tërë dhe mua për rao. Dhe ne kemi menduar që në këtë rast nuk e kishim këtu, sepse na duk pak se mësurim vlerët e tonës. Me qenë se Pjetri tha nuk ullim vlerët, por lena ngrihem vlerët, ne kemi menduar që edhe Don Benin, i cili ka përnuar një pit, ta kujtojmë me një vendimtore. Nëse jeni ju dakord, e shpallim këtu. Nëse jeni dakord, i thamë që të gjë kemi ligjore, vendimin e kemi marrë ne, sekretarit të flasë. Jo bë qëllim disa herë, kemi përmendur që Don Beni ishte ura ndërurat e para lidhëse mes Klinës dhe Mirditës. Pikrisht edhe motivacioni është i tillë. Pra, Akademia Mirdita i jep mirënjohje Don Bardhet Zymë për kontributet veçanta në lidhje mes Mirditësve dhe Klinësve, si dhe për punë të vlerëshme në edukimin shpirtëror të Mirditësve. Si gjithmonë kryetari i Vjetërmarrë. Ftoj Murata Joazin ta dorëzoj çmimin. Murati është thamë në Prishtinë, por është një autor i veçantë librash. Ka sjell për lexuesin shqiptar disa libra ndër më i veçanti Skënderbeu në historiografinë zvicerane. Pra, nuk ka thënë Skënderbeu që flasim ne, që flasin Barletët që kanë një kontribut jashtëzakonshëm, por ka qëndruar, kontrolluar në arkivat zvicerane, ka gjetur dokumenta në disa gjuhë franceze e gjermane, i ka përkthyer si papunë që është në Zvicër, dhe i ka botuar dhe sot kemi një vepër të tillë. Pajra më gjatë, ja dorëzoj çmimin Muratit që vazhdoj. Shumë faleminderit për mua, është një surprizë, nuk e kam ditë. Faleminderit shumë nga ju dhe nga gjithë profesorët dhe gjithë nga vëllezërit tanë që kanë orë nga Mirdita dhe nga Shqipëria. Zoti ju shpërblet. Portreti se unë mundet të parisha mirë të kokë.